Një mesazh shumë prekës për Mimoza Ahmetin po bën xhiron e rrjetit dhe ka emocionuar ndjekësit e Ferma VIP. Në një koment të publikuar në rrjetet sociale, vajza e Mozës ka folur hapur për nënën e saj, duke treguar anën që publiku nuk e njeh jashtë kamerave. Ajo shkruan se Moza ka qenë mamaja ideale, duke sakrifikuar gjithçka për fëmijët e saj pavarësisht vështirësive ekonomike dhe problemeve që ka kaluar ndër vite. Nuk ka marrë dashurinë që meritonte në martesë dhe prapë ndeti 20 vjet vetëm për mua dhe motrën, thuhet ndër të tjera në mesazhin që ka prekur shumë djegës. Gjithashtu vajza e saj thekson se njerëzit nuk duhet të gjykojnë Mozën vetëm nga sjellja në reality show, pasi sipas saj ajo po bën spektakël dhe në jetën reale është krejt ndryshe. Ajo vlerëson martesën dhe familjen mbi çdo gjë, shkruan ajo në fund të reagimit. Mesazhi është shpërndar masivisht në rrjet dhe ka sjellë shumë reagime pozitive për Mozën, me ndjekës që janë prekur nga rrëfimi emocional i vajzës së saj. Komenti i plot nga Luka, vajza e Mozës. Për të gjithë kuriozët, Mimo ka qenë mama ideale, ka sakrifikuar për ne çdo gjë. Ne kishim gjithmonë më shumë rroba e tualete se ajo, në shkolla private, pavarësisht problemeve ekonomike, dhe nuk dilte fare, e kishim gjithmonë në shtëpi. Nuk ka marrë dashurinë që meritonte në martesë, prapë ndeti 20 vjet vetëm për mua dhe motrën. Mami e meriton qiellin plot me drona e parashuta, e bën kastile që të shkoj ta takoj, se i ka marrë malli dhe nuk u takuam dot vjet, sepse nuk arrita dot të shkëputem nga puna, kur ajo ishte pushim nga universiteti. Për të gjithë ata që mendojnë se Mimo e ka mendjen të çunat, duhet të kuptoni që ajo po bën show dhe nuk është fare karakteri përdal, përkundrazi ajo vlerëson martesën dhe familjen mbi çdo gjë. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.